Për 5 ditë me radhë, skena e teatrit Migjeni në Shkodër u kthye në mikpritjen e artistëve nga të gjitha trojet shqipfolse, Europa dhe Amerika e Largët, që ju bashkuan edicionit të 24 të konkursit ndërkombëtar për të rinj në fushën e muzikës klasike Pjetër Gaci. Performancat artistike nga më të vegjëlit e moshës 7 vjeçare deri tek kategoria të rriturve në piano, harqe, kitar, fizarmonik, kanto e të tjerë u mbyllen me shpalljen e çmimeve në një mbrëmje festive ku erdhën më të mirët në skenë me interpretimet e tyre. 13 vjeçari Gabriel Daragjati, lindur dhe rritur në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara, mori çmimin e parë në piano. Mes emocioneve në pak fjalë të shprehuar në anglisht, ai nuk e fsheh lumturinë e këtij çmimi. I'm incredibly happy. Jam jashtëzakonisht i lumtur dhe nuk e prisja këtë çmim. Dua të falenderoj mësuesen time, maman dhe të gjithë që më vlerësuan. Për organizatorët, kjo ngjarje artistike e përmbushi më së miri misionin e saj, ku në këto 2 dekada gjysmë ka treguar seriozitet, pjekuri dhe nivel artistik. Jemi në rrugën e duhur, besoj se edicioni 24 i konkursit Pjetër Gaci e shton një kredit më shumë këtij emri, kësaj tradite. Shpresojmë që akoma më mirë vitin tjetër, që është edhe jubilej 25 vjetori, të shtojmë element, të shtojmë aksesor. Duke krahasuar me vitin e kaluar, ku kishim më prezencë violinistash se sa pianistë, ishte një risi në fakt. Si mjet u rikthye ajo tendenca që në fakt është e përbotshme ajo tendencë, ku më shumë pianistë studiojnë. Kishte violinist cilësor, por pianoja dominoi. Nuk e di, mbase do ndalemi ta rishikojmë se mund të jetë një herë të japim përparësi njërit instrument një vit të bëhet një formë bienalje për precedencë. Ky është një konkurs i hapur për gjithë llojet e interpretimeve së bashku. Nuk është një konkurs i mirë fillt, violinistik apo pianistik apo të instrumentave tjerë, ne jemi mundur t'i përfshijmë gjithë. Dakle, radi se o festivalu. Një festival shumë serioz dhe organizuar në mënyrë perfekte. Juria ka punuar në mënyrë profesionale, çdo garë ka vështirësitë e veta, e duke parë këta muzikantë shumë të mirë, vendimet u bën më të vështira për ne, por ishim të gjithë një zëri kur vendosëm fituesit. Çmimi i dytë shkoi për Krisa Gjikën në kanto, ndërsa i treti për Sibora Resyli në violin. I kthyer në tradit vit pas viti në këto 24 edicione, çmimi ndërkombëtar Pjetër Gaci ka dëshmuar se Shkodra mbetet jo vetëm një shtëpi e madhe për çdo artist, por edhe burim frymëzimi për të gjithë.